Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Një plan i papritur, çfarë po ndodh me Gjestin dhe Eglin? Jam bashk, nuk jam bashk, ngjajnë si çift, nuk ngjajnë si çift. Shumë gjëra kemi dëgjuar këtë kohë për Gjestin dhe Eglin dhe me shumë gjas, diskutimet do të vazhdojnë me intensitet gjatë javëve dhe muajve në vijim. Në një botë ku marrëdhëniet personale shpesh ndërrohen në një spektakël publik, ajo çka ndodh mes dyshes nuk është kurrë një çështje private. Kjo situatë e pazakontë ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave, teksa ndodhen nën reflektorët e famës pas përfundimit të Bigut. Një nga aspektet kryesore për ish-banorët të shruajtja e interesit publik dhe me sa duket Gjesti dhe Egli po bëjnë gjithçka për të mbajtur vëmendjen e fansave. E vërteta është se Gjesti dhe Egli nuk kalojnë shumë kohë pranë njëri tjetrit. Burimet e sigurta ka konfirmuar se Gjesti po qëndron më shumë në Kosovë, duke u përfshirë në aktivitete të ndryshme, por gjithashtu duke qenë në lëvizje gjatë periudhës së pas Bigut. Megjithatë, ndërsa njëra nga pyetjet më të mëdha mbetet e pazgjidhur se si do të evoluojnë marrëdhëniet personale, një ide interesante ka filluar të shqyrtohet nga menaxhmentet e dy aktorëve në këtë histori. Diskutimet për një bashkëpunim të mundshëm duket se janë në agjendë dhe kjo mund të sjellë befasi për fansat. Dinamika e fundit mes Gjestit dhe Eglit ngjalli interes të madh duke shtuar një atmosferë misterioze. I gjithë ky zhvillim ka krijuar pyetje të shumta rreth natyrës së marrëdhënies së tyre. Pavarësisht spekulimeve dhe grumbullimit të informacionit, është e qartë se marrëdhëniet në botën e mediave shpesh kalojnë përtej asaj që duket në sipërfaqe.